Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok ku do ndalemi ditën e sotme tek gjeopolitika, do të flasim për atë çka po ndodh tashmë në lindjen e mesme dhe zhvillimet e fundit ku presidenti amerikan Donald Trump ka refuzuar propozimet e paraqitura nga Irani në kuadër të negociatave mes të dyja vendeve, duke i cilësuar ato si të papranueshme. Por, sipas mediave ndërkombëtare, Teherani ka kërkuar heqjen e sanksioneve amerikane, përfundimin e luftës në të gjitha frontet, por më tej edhe garantimin e kontrollit iranian mbi ngushticën e Hormuzit. Kam të ftuar ditën e sotme në këtë pjesë të parë për diskutuar mbi këto zhvillime ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare zotin Lutfi Bilali. Ju përshëndes kënaqësi. Kënaqësia nga ana ime, përshëndetje. Atëherë zot Bilali, sa i përket zhvillimeve të fundit në lindjen e mesme pranë konfliktin mes Shubasë dhe Iranit, refuzimi i ofertës iraniane nga Donald Trump po shihet si një sinjal se negociatat mes të dyja vendeve pra kanë hyrë në fazën më të rrezikshme dhe me Hormuzin në qendër të përplasjes dhe Izraelin të përfshirë pra nga ana tjetër në prapasken, frika për një shpërthim rajonal po rritet nga dita në ditë. Fillimisht si shihni të gjitha këto dhe nga ana tjetër po shkojmë drejt një dështimi total të diplomacisë dhe hyrjes në një fazë le ta quajmë ku lufta tashmë po konsiderohet alternativa reale nga të dyja palët, pra që nga ana e Shubasë dhe nga ana e Iranit? Është fazë jashtëzakonisht e rrezikshme, e cila mund të riportoj prap luftën, meqense ndonjëherë ka luftime siç presidenti amerikan i quan ato të javës së kaluar, për fundjavës, të cilat ishin goditje sporadike në portet iraniane. Dhe të tregoj qartë që këto janë goditje të lehta. Do të kemi një situatë të tensionimit pastaj për të ardhur më ndoshta për të hapur rrugë, ta quaj kështu thojza të një marrëveshje e cila mund të sillte rezultate. Kjo mund të jetë strategji amerikane, e cila kuptohet pastaj kërkohet pas 60 ditëve të kërkojë lejen e Kongresit për vazhdimin e luftimeve, dhe këtë ka bërë rastisht Trump. Mendoj që edhe para një situate e cila mund të sjellë ndoshta rezultate në disa pika, dhe këtë jo rastisht Irani kërkon ndarjen e faza parë, që do të ka kthyer një përgjigje, 4 pika kryesore të cilat I ka përfshirë, të cilat janë sidomos ka të bëjë me fazën e parë 30 ditore për fazën e paqes, arritjes së fillimit të bisedimeve për arritjen e një marrëveshje paqësore. Pastaj ka të bëjë me çështje pika e rëndësishme për ekonominë globale në përgjithësi, mund ta për tregun e energjisë, do ishte ngushtica e Hormuzit, e cila kërkohet me këngulja nga pala iraniane të menaxhohet nga ta, që amerikanët në një farë mënyrë kundërshtojnë për arsye të përfitimet që mund të kenë nga taksa që mund të aplikojnë iranianët, dhe kjo do ishte ndoshta pika kyçe e cila mund të arrihet një del apo një lloj marrëveshje për të gjetur një solucion. Për momentin mendoj që amerikanët kanë hyrë në fazën e tillë të cilën dëshirojnë të arrijnë sukses, të paraqisin opinionin amerikan si sukses, dhe të arrihet një tërheqje ngadalshme ndoshta nga një pjesë, nga se ka zëra që edhe Katari, por edhe Kuwaiti, dhe besoj pastaj do vjen edhe Arabia Saudite për tërheqjen e trupave amerikane, bazave amerikane nga pjesa e vendeve të xhirit, por kjo fazë do ishte ndoshta faza më kritike, sepse përfundimisht do ta lironte Amerikën nga kjo pjesë e lindjes së mesme. E qartë, por zot Bilali, Irani nuk kërkon vetëm heqjen e sanksioneve, ashtu si thash, por edhe kontrollin strategjik mbi Hormuzin, por sigurisht edhe fundin e presionit amerikan. Mendoni se kërkesa e Iranit për kontroll mbi ngushticën e Hormuzit, pra është ajo vija e kuqe ta quajmë që Shëbat nuk do ta pranojmë kurrë? Është thirr thuat. Të dy palët më duket që pas programit bërthamor, pika Hormuzit do jetë pika e humbjes apo fitores të tërë kësaj lufte. Dhe në këtë drejtim edhe që amerikanët dëshirojnë
të kenë së paku të mos aplikot taks nga ana iraniane, por Irani mendoj që ka jetike, sepse po që se humb kontrollin dhe menaxhimin e ngushtisës së Hormuzit, atëherë de facto ka pësuar shkatërrim të brenda, do thotë humbjet janë jashtëzakonisht të mëdha sa i përket infrastrukturës ushtarake, po flas, sidomos në ato gjenit kryesore, por jo dëmtuar e mposhtër plotësisht, do ishte një lloj humbjes. Mendoj që në aspektin strategjik Irani me Hormuzin e ka levin kryesor të mbajtjes së tërë situatës në duart dhe të arrit të ketë një lev jashtëzakonisht të fuqishëm edhe në përbisedime, sepse ekonomia botërore varet nga ngushtica e Hormuzit dhe varet nga Irani, kam drejtën. Dhe kjo këtë ta them këtë mjet jashtëzakonisht efikas, këtë objektiv Irani nuk besoj që do alshaj, por a do kemi kompromis i cili do arrijet të gjendet një model me të cilën amerikanët në fund mund të pajtojnë, do ishte hë për hë, pa par ende angazhmonin në tavolinë dhe në arritjen e gjitha pikave që ka të bëjë me një marrëveshje tashme paqësore, e cila ka të bëjë kryesisht jo një marrëveshje përkohshme që kërkojnë iranianët, por një marrëveshje e cila do të ishte edhe gjithë përfshirëse, sidomos me përfshirjen edhe të ngrirjes së aseteve të Iranit, të cilat janë milar që në për bankat ndërkombëtare dhe sidomos ato perëndimore. Dhe kjo do ishte në një farë mënyrë edhe rikoperimi të asaj që është dëmtuar brenda infrastruktura edhe civile objektivave, do të kemë 20.000 objektiva të goditura. Meqenëse për kemi luftime sporadike, të cilat më njëherë nga ana Trumpit është një strategji jashtëzakonisht interesante. Ai flet për goditje që do të bëhet në Iran, kanë edhe 24 orë kohë, kanë edhe 7 ditë kohë, dhe pastaj po mrena asaj dite flet që jemi afër një marrëveshje paqësore. Zoti Bilali, nëse Irani tenton pra realisht të kontrollojë ose të bllokojë totalisht ngushtisën e Hormuzit, mendoni se do të kemi një ndërhyrje ushtarake pra nga ana e Shubas apo Aladh? Ka qenë një tërheqje vërejtjes së mbram për një ekspeditë të anive franceze dhe britanike për të hyrë në ngushtisën e Hormuzit, por ka qenë një reagim pastaj gardës revolucionare islamike që do goditen pa pëlqimin e kësaj garde të hyjnë dhe të dalin nga kjo ngushticë. Dhe kjo mendoj që ka shenja, mendoj që edhe pse ka divergjenca mes aleancës, sidomos atyre evropian, mes atyre evropian dhe amerikan, prapë ndoshta ka një bashkëpunim të cilët mund të afrojnë, sidomos ania fulda gjermane, e marinës gjermane, cila bën pastrimin e minave në det në New York, dhe gjitha këto flasin që në momentet të saktura mund të jetë prap të gjitha këto forcat të aleancës mund të jetë të përresht. Por a mund të ketë eskalim, ju pyetët të jemi drejt për drejt në rifillim të luftimeve? Po ato mund të vinë çdo moment, çdo orë. Ka se kjo varë, më thëmë tash arpushimi është i njanshëm, këtë shprejnë shpesh edhe forcat iraniane, që arpushimi vjen nga pala amerikane, personalisht nga Trump, i cili vazhdon arpushimin dhe jap ultimatumet të ndryshme, për rreziku që ndron që të kemi një, pasi që Izraeli me duket që është ai shkaktari i cili në një farë mënyre dëshiron patjetër të ketë rezultate, sepse brenda në Izrael do ketë vlime të mëdha, dhe pozicioni dhe pushtetja i Netanyahu varen nga gjitha krizat dhe kaoset që shkaktojnë në lindjet e mesme për të mjetuar ende në pushtet. Por strombullari gjithë kësaj që apo ndodh sot në lindjet e mesme, besoj që do jetë për të dhënë një epilog, do jetë takimi në Peking mes Xi Jinpingut dhe Trumpit 14-16 maj, 10 ditë javë, i cili mund të sjellë se do bisedohet temë kyçe do jetë Irani, që për kinezët është jetike për ekonominë e tyre, por edhe strategjike kuptohet për gjithë vendet e organizatës së vendeve të BRICS-it,
do ishte rëndësishme dhe më të thënë marrëdhënia kryesore për të arritur shpërndarjen dhe interesat të tëra asaj që njihet në ekonominë e BRICS-it përmes Iranit. Por edhe vend burim i energjisë kuptohet që ka nevojë ekonomia kineze dhe ky takim do jetë krucial, mendoj që për të parë se amerikanët rreth Iranit duhet të kenë vijën e ndarjes sepse është interes e kinez dhe rus dhe kjo do jetë një farë më të them një farë ndarje e re e hartës gjeopolitikës jo vetëm në lindjet e mesme. Zot Bilali, nga ana tjetër, Donald Trump e quajti reagimin iranian tjetërsisht të papranueshëm, ndërsa menjëherë më pas zhvilloi edhe një bisedë pra me Benjamin Netanyahu dhe sigurisht që kjo ka shtuar dyshimet për një koordinim të ri pra mes shërbazës së Izraelit ndaj Teheranit. Sa i madh është gjithë ndikimi i Izraelit në qëndrimin e Trump ndaj Iranit tashmë? Po sigurisht, më nuk është ndonjë gjë sekrete, fshehësi që Izraeli është, mund të thuhet, shtys vitër këtij aktiviteti që ndërmon dhe që ndërmirën në lindjet e mesme. Besoj që korrespondencat mes Trumpit dhe Netanyahut është mësuri e përditshme. Po ashtu edhe komandave të tyre ushtarake të cilat kooperojnë. Dhe Izraeli është fokusuar momentalisht me Libanin, sidomos në jugun e Libanit, ku ndoshta luftimi nuk kanë shkuar ashtu siç ka menduar për pushtimin e shpejtë të kësaj pjese, do t'i afrohet edhe Beirutit. Do të përsëritet regjia vitit, pa më skenari i vitit 1982, me pushtimin e plot edhe të kryeqytetit të Libanit. Por më duket që gjërat kanë shkuar thellë në